Përshëndetje shikues të emisionit Andër me mua Guzën Shalën. Jemi pikërisht në jashta vendlinjës tonë, pikërisht jashta Kosovës. Ky emision do e ndjek në fakt të gjithë ata që kanë arritur sukses jashta vendlinjës, kudo në Evropë. Kështu që sot e kemi hapur emisionin në Zvicër, në Zürich, realisht të një aktor i madh për ne shqiptarët, e sidomos edhe për të huaj. Kështu që, kur jemi e falenderoj që na ka hap derën, kur jemi të falenderoj realisht ata që na sponsorojnë, sepse pa ta nuk do ishim këtu, Rentaka, Rito, Ther.com dhe Eurofly.com. Të gjithë grupeçarët në fakt që vinë, se së zona e verës, nuk kanë vetura, kanë Rentakar, Riton, të cilët do shkojnë ta marrin veturën dhe çfarë do veture, duke filluar nga veturat më të thjeshta deri ato luksozet. Faleminderit Ther.com që kanë internet po menoj kudo në botë për 160 shtete, Maqedoni, Sloveni, Shqipëri e deri në fund botës, ta them. Faleminderit Eurofly.com për bileta. Dhe po kthehemi tek musafiri, miku ynë i cili na ka hap derën, Adem Kica. Adem, faleminderit prof po të quaj, faleminderit që e pranove me qenë pjesë e emisionit ton. Të faleminderit ty, Guzon, me emrin Guzon edhe po Guzon. Edhe du me falenderu produksionin, famën me producentin edhe kolegun tim profesionist, Lemin Muharrem Hajdarin, prej Prishtine edhe prej Gjenocit Komunës Suarekës. Edhe për Arlind Bislimin. Faleminderit shumë. Unë juftova këtu këtë terasën jashtë banesës. Turëm terasë këtu. Vendin e madhe pas ke prof. Po, Se po të shuj prof tash. faleminderit shumë, për respekt. Vendi është i mirë. Unë, po. Kur jem të falenderimet, fakt... Mas pare hajde gëzuar. Mirë se kjo ardhë. Ka punë Zoti. Faleminderit. Thënja më mirë, jona që në Universitet Qyriut e kishna një seminar kulturor, është që nuk përkthehet në asnjë gjumë tuj, mirë se ju ka punë Zoti. Prandaj edhe juve mirë se ju ka punë Zoti. Pro, faleminderit edhe një herë. E kur jem të falenderimet, pa dyshim, du me falenderu sponsorat të cilët e kanë bërë mundshëm këtë emision realisht, Rentaka, Rito, të cilët kemi arë prej Kosove në për vendet e Evropës, deri tek ti, prof. Faleminderit në fakt Ther.com që është pjesë e jona, faleminderit Eurofly që është pjesë e jona, kështu që faleminderit që na keni besu në fakt emisionin. Prof, po du me fillu prej anës kur ke qenë shumë i ri, që shë more rrugën për me arë në Zvicër? Unë jam Adem Kicaj, i lindur në fshatin Grekoc, komuna Suareke, sa emën historik, tani për i thojnë Therand. Edhe, kur ja kum nis, këti zanati, kësaj dzehe artistike, i kum pas 7 vjetë. 7 vjetë i kum pas, edhe me 7 vjetë, më ka lind një imagjinat, një andër, ndoshta edhe zhgandër, që më kanë thonë, ti djallë ki me u ba aktor. Tash po vika dhe ka dalë, pse, që është bona aktorë. Në vitet e 70-a, 1970, 68, 69, 70, une ishë në nxënësi shkollës fillore në Grekoc Arada Asharit. E kom thonë disa herë, po të thonë premier ty, emision. Edhe u lunte atëherë filmi Si të vdiset, me Faruk Begollin të njerin edhe me Gjevat Qorën të njerin. Unë e kisha si fëmi e imitosh në
rolin e Faruk Begollit, 7 vjetë. Kurse Smajl Kicaj, kushërini jam i ndjerë, i vdekur, e lunë të Mladenin. Edhe, kur u kapshin ata me u kacafyt, me u vra, me u rok, edhe unë me Smajlin para krejt shkollës fillore, loq në shi, tu kacafyt, tu e emitu original si të vdiset. Serialin e Farukut në ndërgjit e Krem Kryezivit. 7 vjeta. Që ato e ke fillu, bro, pa? Po, edhe që aty. Po. Kur hinë në klasë, krejt loq. Mësusat, qka jeni bon, kështu krejt balt. Balt. Loq! Shqip. Thash, mësuse kom lujt rolin, filmin si të vdiset me Faruk Begollin, me Visarin. Visare ka pas emnin ai. Në rol, Faruku. Unë Visari, Smajli Mladenin. Mësusa së është. Ky, ajde konë të mësusi se ky loq është artistik. Në klasë, i ke pru loqin baltën artistike. Domthon, ato ka qenë fillimet e tua? Jo. E dyta, në qatë shkollë fillore, në qatë mosh, e kum lujt Charlie Chaplinin. Më kanë thonë Charlie. E treta e kum lujt Çkalën, Miodrag Petrović Çkala, aktori më i madh satirist, Jugoslav, shqiptar, mu më kanë qujtë Charlie, mu më ka qujtë Çkal. Krejt e din, filloristat e shkollës fillore, Aradha Sharin Grekoc, ma kanë donë këto dy nofla i kum pas unë. Pra, Charlie, Çkala dhe Visari. Në atë kohë, ka qenë e vështirë edhe pjesa ekonomike, ka qenë e vështirë jeta. Prof, kur ke marrë atë guximin me thonë, du dal jashtë, du tjetëj jashtë, du tiku nga këtë, për shkak se e kom një andër gjatë jetës për me ndjetë. E tash du me shku ma shpejt pak, se me folën për biografinë teme duhet një muj me qëndërgu. Pa, sa ma shkurt ma bukur se... Për shkollës fillore po shkoj shkollë të mesme. Aradha Sharit, Jetarin Suarek. Unë jam aj studenti i demonstratave të edhe të njëtit. E kom pas në klasë Blerim Kuqin, kryetarën e Komunës Suarek, Blerim të fala po të bëjnë nga zemra. Me Blerimin kemi qenë në demonstratën e Prizrenit. Edhe kemi arrit me shpëtu. Unë aktor, regjisor në gjimnaz. Tu bon regji, tokën jonë, kryqin e thynë, bashkërët marrim qenës. Unë para dite kam qenë, zanë mas dite jam konë profesor. Mu më ka qujtë profesor. Pse më ka qujtë profesor? Sepse unë tu bon regji në Shtëpitë Kulturës Suarek, ka 600 vetu e mu salën, kur arshin profesorët me apa mu qfaqen, ata të nesrit në mëngjes, ka një orë kret e majshin për mu se qfar punë e kam bon unë. Orët e para në gjuhën Shqipe, jenë majtë për Ademkisën nartë. Shkova këtu, shkova në Akademi nuk ishte në Prishtinë, ika në Sarajevo. Në Sarajevo? Ika te Gordana Muzaferi, profesor doktor e dramaturgjisë, vajza e artistit më të madh Jugoslav, Zaim Muzaferit. Që ka lujt Hasan Agën, Hasan Aginica, gjuhën bosnjake. Aty unë, në Sarajevo, te Gordana, në Akademinë e saj, e kum bon regjin e Ivan Goran Kovacicit, Jama ili mrak në Svetlim Stazima. Humnera apo terin e dritën e trotuarve. Unë e kum dramatizu. Edhe e kum çmend akademien me atë shfaqje. Jom kthy prej Sarajevës në teatrin e Bekim Fëmijët në Prizren. Kum punu me Feta Mehmetin e ndje regjisorin. Kum punu me Lulieta Çekun, Lule përshëndetin nga zemra. Luan Kryeziu, përshëndetin Luki nga zemra. E shumë aktor, Baridin Kryeziun, Merita Berishën, Anita Skenderin, Teuta Skenderin, ju përshëndes nga zemra. Prej teatrit Prizrenit fillum e kimi marrë Euridiken shfaqe. Euridiken e Edi Shukriut. Edi dhe u këshin. Nuk e ka ditë kërkush ka është, ajo është titull mitologjik grek. Orfeu ka qenë din kuka i ndjerë, rol kryesor. Kurse Anita ishte Edi Shukriu. Unë ishta sybiru si shfaqe,
kemi shku në teatrot Jugoslavisë e kemi zonë vendin e parë. Kemi këthym për zë, vitet e 90-ta represialet me e lanë Shqipen, atëherë unë marru nga represialet, vi në Zvicër. Erdha në Zvicër. Rrugtimi jëtë? Tash erdha në Zvicër, që ku jam. Ku marrë një djallë 32 vjeçar, aktori Pjekun. Ku marrë me një kravat, nuk ku marrë me i kofer, si gërbeqar. I djallë, nërë pak. Se, a përshe minili, se e qita qëto. Që s'mujta me full. Prof, erdhe në fakt në Zvicër, e vështirë jeta në atë kohë. Iu, djallë, iu erdhe në Zvicër. Pishlo. Kam jam ajt. Gjumë kjo. Profesionist shqiptar sa të dush. Kanë me gjetë këtu në teatrën. Flisë në italistin për fatë mirë. Edhe këta duhet me nëzirë unë një minil edhe me i fshin lotë se nuk po banë. Atë mindilin fakt e mbanë çdo herë në xhep. Po, se është arma jeme e syrit. Për shkak se ke lëtu shumë herë në këtë jetë. Edhe këto po dalën për qëtumit, edhe po dalën të syrit ko. Erdha në Zvicër edhe çka me bon, po u lumtoj, po më përsjell një person 62 vjeçar me një restoran. I tham një shqiptarit çka ka ky njeri mashkull që më shiqon mu. Unë deshta me keq përdor, me keq kuptu, mos është i anës të mashkull. I tham bacaki, rames shpirti pas. Qaj, pe që tu ujtë në zvi kur në qëtë restoran mo. Se për pas tha, qka o mo? Thash po, nuk po malen vend qaj të më këshyre, të më përcjell, ka po shkoj në për qytet të poshtë. A unë ka shkojshna në Kështjell, shkojshna ku ka teatr të shkru, s'ka pas telefonat. E shkojshna ka institucione kulturore. Kisha. E a i shkon, a i zotë një që më ka shiqu mu, i shkon, tash krye për shkopi i krejt Zvicrës, i gjitha kisha. është një deri, i quajtur edhe një ditë i tash, tha, a përmet ka prezenti sjenjore, a ka mundësi me u prezentu zotni? Tash si sjenjor, po tash zotni. Ja kjamo, Adem, a i tha unë jam Shnideri, u prezentum, tha, po ma ban një pyetje, dhe nga vjen ti, mu. Thash unë vin nga një vend që se do në askush. Qyshta, pas ka vendi që s'po desh kanë botë, thash po ka, ishte Jugoslavia atëherë. Thash, unë jam vi prej Kosovës, jam shqiptari Kosovës. Por jam shqiptari, shqiptaris, thash, edhe kush neve nuk po na don. Se di asë Zoti nuk po don me na desht. Se jemi shpartalu. E tha, për kundrazita unë tha i du shqiptar, tha vdes për ta. Tha, ko mund të ti e tha një artist. Thash, wow, ku përdi që jam artist? Ti tha je 100% artist. Unë tha jem të të përsjell ty që një javë, ka po hec, ka po zhetit. Tha unë po të shot ty, tha që je në krizë ekonomike, ku më hongër sandwich, ka nesë ku më pasë edhe sandwich, ku më pitë cigara atër. Para s'jen kanë qenë të cigare. Ku ke fjet, prof? Ku ku fjet në për faqet zeza. Unë ku pasë rastin ku fjet WC me kravat, koridor të WC-s. Kur jëmë qunë më në gjes, i ku pastru ftyrën, sytë, njerëzit kanë mendu që ku fjet me hotel me 5 syje, a unë ku fjet në WC, asë ku më të regu kërkujna.
Por kushërini parë Gjemal Beqiraj edhe Shemshit Kicaj, edhe Ragip Qelaj, kushërini këta, Lenzburg, kanton Argau, me gjithë që Shniderin, këta kanë ra dhe unë kum pas një strofull. Kurse ta Shnideri, thot ti artist, se të kum përcjell ta po ta, ka mundësi ti zotni, tha mu atër 91, ta veç sa kishna. Tha si aktor, se për njef gjunë, tha, me ma pregadit një shfaqje, se kemi teatrin kishtar botënor në Einsiedel, kanton Shvic. Tha, tash është muj mars, tha në mujin qershor. Unë tash e pregaditi, mërë me, s'kam as letra, s'kam qysh. Me të e tha, për letra ti, mësë mërzit, apo tu shpo? Tha, shpo, po tham. Rogën tha, ki 4.000 franga, po ma banaj, edhe hajde tash këqyre salat ku ki ti me punu. Edhe qyre banesin, kur ma ka po, edhe sa ky koridor, ma ka thonë banesin rezidencin, unë i ku morë një pjesë teatrale, të quajtur Umbro della Morte, që dhe më thonë hija vdekjes. Unë e shënoj një mitologji në gjuhën italiane, e marë mitologjinë e zonave tona, zonë ku jeti. 2 aktore, edhe 3 mosh me 5 aktor, e pregadita pjesën, ky zotnia ma dha, banesin me dha gjitha kushtet, edhe ma boni vizën me qëndru unë në Zvicër. Ku shkum me shfaqe tash, po shkoj të shfaqja, e zona vend e parë unë atje, teatr vit. Një njeri pa letra, fjetun WC, Që, edhe tash, i parin shfaqje. i parin shfaqe, bona vend e parë. Shqiptarët pëmëtojnë mu qka je të bonti. Tha shqepe shka jem të bon. Edhe e pregadit edhe një pjesë shqip për shqiptarë pastaj. Vëllezërit interes. Lenzburg. Edhe filloj me umor me artistin e madh Aleksandr Mojsiu në ndërkohë. Me sylmujnë me bashkëdhëtarët e tjerë. Prof, mbetemi të një pjesë tjetër ku qështë ke një në fakt prindrit që nuk jem pjesë teatrës së Ah, po, ja, po në Sarajek, në Kosovë, në Sarajeva, ne, ma bajshin prindit, unë të shajem bujësi. Me bo, mi o thonë, në këtërim, copë, mi pije, mi bajshin me çanta, me libra, me kretë. Mi gjauk, shakel shumë mjekre në zotit ma ropë. Ta shumë kanë dalë do dhja, thonë, mi gjauk, s'po kuzoj më rrugë të. Për shka e të shku në shkollë? Për dramaturgji. Ah, mirë me nresh drama. Shumë mirë, zanati mirë. Që këshërë. Baco, moshkëll edhe jem konë të indoktrinum. Po femrat, na kemi lujtë rolin e femra. Femra era bon të, s'kana pas femra, s'kan pas durim. Vojnena e emancipu. Po, shumë nërë. Pastaj, kur ka qena e dita që ju ke tregu që ky jam unë, ky... Pasha zotin nodë në mision. Nodë në mision. Në mision të aja që i ka në këtë vërë, s'pën kujtojnë moderatorja emni. Rëndësi në televizion. Baba, tabja kanë, veç si jo kanë kom kryshë, që Sajid Bajrami, me ka petë barë, veç ja ka bon konve një, kështu që, edhe e ka qitë kapuqin dhe i u birë, edhe i ka mështu lotë, e ka mush plot, minilin me lotë. Mu, ka një mu, mos t'i shkon një motër sa di, nga zemra du me të falenderu. Që kjo motër e ka ditë krejt ku jam unë. Kjo motër më ka shkollu, kjo më ka onë lek. Ka 6 muj se kanë ditë ku jam. Kjo dhe e di ku është. Jemi njës ndaj soj. Jemi njës ndaj njerëzve që të kanë dimu. I gjenje zona, sa dijes, motës. Edhe... Erdhe në Zvicër, prof. Unë po të tregoj që në Zvicër erdha, qysh erdha, ku fjeta, ku s'fjeta, qysh e pregadita pjesën, ky zotnia mi boni letra, ma boni rogën, ma dha rezidenten. Edhe tash unë, po e tham, kjo diploma ime nuk po m'njifet këtu e Sarajevës. Në Universitetin e Cyrit shkoj me këshyrë në universitet, ka ose teatr, ose film. Teatr dhe film s'ka bashkë. Atër e këshyrë në Münster të Gjermanisë, akademia ka teatr e film. 2 jatë, për erë mi studiu.
Edhe i thamë zotë ishtë një deri. Ky ma jep mu bursin, unë 5 jetë me Selviqa, tren. Syri, kalm, Münster. Krejtë shqiptarët ma banjshin ky budal, nuk nuk qënë pare të në shpia me maru shpia në Kosovë, po shkon në dresht malkun mas Qikau, Gjermani, me njek femra. Kështu të kanë thonë? Apo, po në të shavojnë, po ishim në kriz të luftës atë, u kalë këshin shpijat, unë e disha që këtë kanë më në kallë, edhe të atyne dhe të mijat, bile mu diploma së më kallët. Kur diplomova unë u ktheva në Syrin gjop të fao, me 20 njerës që ju dheqna, që u punësova si regjisor, unë edhe shpijen e nëreqa, po edhe diplomën e mora. Pse gjykohemi, prof? O të lutna, Pse e kem këtë pjesë, e gjykojmë diko cili po e ndjek ëndrrën e vetë realisht. Dëgjo, a di pse gjykohemi, se a din çka është palca, nasht. Gjenet i kemi të imponuara nga Osmanit. Për me hek atë gjenin, duhet me mon injekcionin me gjylpon të holl, me hek, qatë që është ndishëm. Që tu është gjelozia në mërena. Se duhet ty produksionin, lemin, lindin, guzonin, ademin, nuk ban me pa, këshore ku jem që tashtë, a i të mon pytje, që është të pritën Zvicerianit që tashtë ty, shefica atu gjënëzu, e restoranit atje, a ne keme dorë në zemër, po, pse këta nuk jenë gjelozë. Unë i udheqi 20-30 aktor. Se di, keni me pa drejtorin teatrit. Po, pastaj do... Kemi me shku, edhe shqyqone një djali ri, se qysh rrinë para me. Ti ke pas, prof, pastaj këtë pjesën e kësaj, ke pas edhe restorante nëse në ka boj. Do më anë nga një njeri, varfën, ke po pasuni, do më anë... Dëgjo, Që shë përshkru në këtë jetë? Këto, unë kam një vlla këtu, Gjekin e përshëndet, Gjevatin, edhe unë eca me pjesë, gastronomien e kom marrë, kom kryo edhe një diplom të gastronomijës. Jam i diplomum në gastronomi, për hoteleri. Edhe i pari nëse nuk I ka boj. pari në Zvicër kanë pas, këtë shumë restorana shqiptarët kanë punu me diplom teme. Me diplom teme kanë qelë restorana. Vllau jem, i ka udheq 1, 2, 3, 4 restorane. Dikur ke vlejt, Unë nuk e ka ditë kërkush kështë shep. Unë kërkum shku e kum pagu kafen time. në restoran tonë. Po, për në restoran teme. Unë e kum thonë Andit, Zvicerianit, Andi e ka pas emrin, ti je shefi, okej. Ku shkojsh në kryqimi të nëndë, kryqi, kafe krem, ushimin e paguish në tak, bema bunë, prrrr, tak. Qështu punohet? S'ka shef këtu, këta punë duhet. Çka të ka mësu, prof, ke pjesa dikur i varfën edhe sot i pasën, do më në mes varfënis edhe pasunis, çka ke nëzirë? Qërë unë që akon dzirë mes se është një thënje, nuk është turp të punosh si shërptor. Por turp është tër jetën të metesh shërptor. Unë ja kum nis tu pastru. Kum kalu në teatr. Prej teatrit në akademi. Që kjo më ka mësu mu. Puna. Puna dhe durimi. Në akademi shkruan gedult. Gedult, gjermanisht do më thonë durim. Durim. Parola ma madhe është durim. Durim. Edhe produksion të lemit, është që merret me produksione filmike, me pjesë artistike. Duhet me pas durim edhe të ti. Aja, absolut, durimi është gjëja kryesore, arma më e fortë është kjo. Edhe ke ndihmuar shumë shqiptar, prof. Po, shumë. Po. Ta din sot? Unë së di jam adin, nuk du me thonë veç dikun janë 10-15 shqiptarë që sot di kanë letrat për Adem Kicës. Për Adem Kicës.
Ka dhe për atymve që sot janë edhe milionerë. Po janë. Janë. Kanë orë në herë, ka kanë trokit dhe. Edhe mos harro edhe ka disa studenta prej akademisë time që flasmi tash edhe këtu, që janë nga unë krejt nomin një lon vetës. Janë mos mirë njës. Mos mirë njës. Mos mirë njoja, qka është për atë mkitën? Mos mirë njoja është diletantizëm. Diletantizmi është anmik i çdo kulturë. Ata janë diletant. Emnin kanë me marrë diletant, anmiq. Po pse më rëburë? Unë e mburna kur e kom pas mësus Halilin. Kam, mësus jem o konë Halil Bityqi. Mësus jem o konë Ramadan Shala. Mësus jem o konë Elmi Gega, mos harro, që shumë më kujtove. Elmi Gega në shtëpinë e kulturës, shikus të ndërum. Në Suarek, kur e kum lujt kryshin e thymë të Gjemil Dodës, rolin e kapitenit, kur o krysh faqa më ka thonë, o Adem Kica, Elmi Gega është baba i Berat Gegës, që është në Senat Amerikan, përshëndes Berat. Duhet me shku edhe Beratin me marë, se i takon Beratit. Përshëndes Berat. Pa tjetër, do të na hap derë. Të lutem. Edhe Elmi Gega më thotë, o Adem Kica, a din që ka me ardhë koha, do më në vitit 89, është ta që po flasë, që ti ki me qenë Aleksandr Mosiu i dytë. Pasha Zotin. Aleksandr Mosiu më ka qujtë Elmi Gega. Kur ku marrë tash këtu, unë epitetin e kam krejt mërgata jeme, më thojnë Aleksandr Mosiu i kohës moderne. Sa e bukur në fakt. Ku djallë? Prof, i vje pishman që ju këndi mu? Jo, kur? Ja. Jo, e di që e kum qitë një gurë të vogël në detë. A di pse nuk i bish pishman, se ata kanë familjarë, kanë fmi, kanë trashëgimtarë, bile që ata trashëgimtarët i falenderojnë atina, babes vetë. E unë që ati babaj, ja ku monë që atë familje. A më beson që ka pas njeri s'ka pas as pasaport, as kur farë dokumenti, sot nga unë i ka me dokumenta edhe është në pozitën më të madhe në struktura të Zvicrës. E bukur, kur e ki. Ky ma din. Ti nuk e ki shpirtin e varfën. Ja, mos e bon zoti. Mos nuk shkon. Pra ndaj sot ke ndihmu, për shkak se e ki shpirtin e pasun. Kjo është e bukur për te. Prof, kemi najt bashk në fakt edhe qka është diçka që më ka ranë sy në telefonin tënd, ke dikon në profil në fakt. Pse, qka të lidha e pjesë? E ke Fidel Castro nëse nuk jo. E kam Che Guevarën. Che Guevarën në fakt. Ja, një mirë këmo. Ta është ta këtë gjë. Veç hape se... Falë. Që këshure une e kam se Che Guevarën, Ernest Che Guevarën e kam. Apo shive. Pse? Që pse? Ky prej vitit 1991, na kemi luftu për revolucion. Na kemi bërë revolucion, bashkim. Ky burr, ky ka rrit në Kubë me zhduk diktatorin më të madh Batista. Vjen Fidel Castro në qeveri, këto e masakrojnë, e zhdukin idiotistat. Ernest Che Guevara është revolucionar, në këtë botën në një. Hasta siempre komandante. Ti e gjithmonë komandant. Kur nuk i ishet me emri këti. Une ku marru me morë kapelen këtu në emision. Cëllën kapel. Une kom lujt Che Guevarën teatr Syriut. E mi kanë me onë shfaqin Kubë. Flokët e mija, original, të shune, patlidhne, mjekra, edhe kur kom dalë, ka qenë festivali teatrove botnore në Santa Clara.
të Kubës. Na 5 aktor kemi qenë. Ursi, Shiva, Dagmar, Shonatan dhe unë. I vetmi unë Balkanas. Bubrec. I vetmi unë një bubrec. Një qyqe. Edhe 1500 vetë në salë u eran. Po interpretojë në gjermanisht më zonë ma ketë që ke varën për luj. Në salë Fidel Castro me 20 soldati. 1500 persona në salë. Kër u kry shfaqja, u qu Fidel Castro që shkenë mes, për para me 20 ushtarë erë në skenë në altë. Edhe po më puth mu në balë, mas pari. Edhe e ka hek kapelën e vetë pe kokës, ma ka qitë mu në kokë. Tha, ky djalë, në spanisht po thot, për mu, ky aktor nuk është Gjerman, as Zvicerian. Mundet me qenë Spanjol, mundet me qenë Italian tash. Jo i kom thonë, komandant, unë jam albanez, shqiptar. As i kom thonë i Kosovës, me i thonë, unë jam albanez, shqiptar jam. Alban, kur kom thonë shqiptar, u ullë me një gunë, qështu që. Fidel Castro thot, a dini që ky djalë vjen nga vendi më të mirë dhe mikun më të mirë që e kam, e kish pasë në Verhoxhen. Thot, ky është populli më i mirë që shkelqenë edhe, thot, uno kapelen e bajsh me shetë, se ma kënë gjallë vlaun që ke varën, revolucionarin. E unë e kam kapelin e një komandant, një kryetarit malë të Kubës, ani pse ka qenë komunist, por ma ka dhonë hakun. Prandaj unë e kum përjetu shumë gjëra. Te filmi Shmuglis des Paradis, që do ta shifni, ja këshur në publikun, qërë shka tham unë, shqyqon në emision, këshurën, i vetëmi bubrec jam salë të kajtë. 1000 vetë janë salë, 1000 qetë për film. Unë në rol kryesor aty jam. Këshurën në emision, bacë. Një bubrec asë një shqiptarë se kam aty. Nuk dojnë me marë, të unë, shpunon kësë din. Kështë është teatr, kë rrenë. Prandaj, ju e një të partë, që jeni duha për cilë biografinë teme, mas 30 vjetë. Mas 30 vjetë punë artistike, guzon, unë kom formu akademi të vetëmit në botë, Shqip, të aktrimit në qëri, me forcat mija, që vetë, qështu me qëto duër. Pa asë një cent vinë, hajde shkolloni, o shqiptarë, u myta të mësu Zvicerian. Çfarë po ndodh me ne shqiptarë, bro? Po jemi në gjumë. Në gjumë? Po, s'po dojna mu qupe gjumit. Në anestezien të plota, po? Ai, kukut, djallë, është problem. Na duhet me uzgjubrin nga gjumi, me ndëgjuat jem. Jo që shqyqër zotit, jo gjenerat e reja, jeni zgju. Që e fama, jo. A përshë që jeni zgju? Që ku je? Ku jenë të tjerët? Asë një ambasador nuk e di ku ashtë adim kica. Kur s'u kanë vizitu? Asë një konzull. Thirin, ku ta di une, në konzullat. Një Fatmir Makolli, shokoni jo, një Ibrahim Makoll, i vetë mi aj, edhe një Salisef, një Islam Spahi, me shfaqe që më ka qu, për herë të parë, unë po shkoj me shfaqe prej Zvicrës, në Kroaci më rëburë me onë, shfaqe po më pret ambasadori emra. I përshëndes Tom Kaqinarin e gjithë prezent. Ata Kroacijës që qënë brilanta, patriota. Prof, një unaz të ashtë atë në gjesht e ke, po ta lidhi për shkak se prej këtuj do ikim diku tjetër,
Apo na spjegon pak pjesën e unozës. Po, ke prek në tel. Këtë unoze ma e gjithmonë në qëtë gisht, qore. Unë ku mujtë me qitë në qëtë gisht, edhe në këtë gisht e zen. Po jo, qëtë gisht e zen. Se sa dy gishta gjithmonë i ka qu, edhe ka pyt me gjithë që të unozë. Kush është ai? Është Alfred Basermani, për Aleksandr Mojsiun. Aleksandr Mojsiu ka lind vitin 1878 në Triest, në Kavaj, Shqipnisë. Prej babës Konstadinit, nonës Ameli, Derada, rritet si djalë, bot artisti madh, shkon në Prag, Praga se pranon, shkon Vjenë, Vjena se pranon. Thojnë gjithë shka mundesh me u bon, ti mojësish, ti veç aktor s'mundesh me u bon. Audienca e fliqt. Dhe në mirë. A ka mundësi të bërë një punë në teatrit të fshin të ndi plurin e drasa. Punësohet në burg teatrit Djenës si pastrus me fshinsë. Fshinsë gjatë. Max Reinhardi, regjisori madh, Gjerman, prej Berlinit, trupa ati, pe 35 aktorëve që i ka pas. E ka shitit këtë botën, Max Reinhardi. Shkon në Vjenë me këqyr akustikën e sallës për Mojsiun. Do ta themi ma vonë, pastaj. Po këto e spjegoj ma vonë, Po, gjatë rrugës besoj. po, bravo. Po pjesën e unozës që është bo, Kjo unozë mohet, sikur Oskari sot që fitohet, kjo ka qenë Infland. Inflandi, kush e ka marrë unozën Inflandit 100 vjetë, nuk ka mujt me gëzu tjetër kush. Një shekull. Mas një shekull e ka gëzu, e ka hek Alfred Basermani, artisti ma i madh. Gjerman, edhe ja ka qitë për mi Aleksandr Mojsiut. Merë thot e gëzofsh këtë unozë, pas te s'ka me lind aktor që ka me gëzu këtë unozë. Që kjo është unoza e Inflandit, edhe Adem Kica më në gisht. Pale se kujna unë kam ja unë që të unozë. Zoti e din edhe unë. Se kush ka me gëzu nga unë që të unozë. Por që të më në gisht. Sa të kam jetë. e bukur, qka do lesh një fjalë nëse një ditë do më anë realisht nuk je këtu. Do vdesësh. Na det gjithë do vdesin, fakt. Po një mesazh për gjithë ata që na shikojnë, pastaj prej këtu i do ikim diku tjetër. Qëre, nëse vdes unë, dua të me vorosin disa të tjerë. Disa të tjerë. Sepse të mitë ma shpartalun gjaku. Sepse të hujt po i do në me voros mu. Se të mitë që ku më kanë prunë. Prandaj, ju lutna nëse vdesun, kujtomni akademi studenta që po ju thamë se çdo kush si pas natyres lind aktor. A drama jeton vetëm skenë, ajo pa skenë si trupi njeriut pa shpirt. Merë një shpirt, aksepton e artin, kujton të paktën një artist. Kujton të paktën një artist. Që është bon kurban tër jetën për qëtë punë. Amanet, po javlon që artistin mos e haron. Mos e harro. Mesazh fakti i bukur prof, kështu që e di që prej këtu nga shtëpia jote do ikim diku tjetër, kemi një rrugë të gjatë, cilët për herë parë do ta prekim, fakt. Faleminderit shumë që ke pranuar këtë pjesë. Pra, shikues dashur, një shtëpi shumë e vogël, po përmbyllim me atë pjesën ku tha
mos t'i harrojmë njerëz që dhanë shumë për artin, për njerëzit, për përgjithësi për jetën. Kështu që ti duam t'i afrojmë një shtëpi shumë e vogël dhe kthehemi prap me profen, me Adem Kicën, i cili e kemi harru e fatkeqësisht. Ne jemi shqiptarë të cilët ju kemi harru për shkak se është ky shtet, po jo do ky shtet ju ka afru shumë gjana, ky shtet ju ka bë mbi të gjitha dhe të pasun, përveç shpirtërisht që je edhe ekonomikisht. Kështu. Ju, ti, produksioni, jeni të bon punë shumë të madhe. Jeni të izbulu vlerat e mërgatës shqiptare. Po, ku e din shumisa se ku është Adem Kica? Të 30 vjetë. Ha? Ti dhe produksioni po ju tërgon ku jam unë. Prandaj, mos më harroni, që kjo është mesazhi. Pra, shkuzdashur, profen e pyeta në fakt që ka këtë rrugë shumë dashur gjatë jetës. Prof, çka të ka mësu kjo rrugë gjatë gjithë këtyre viteve? Pyetje emocionuese, kjo rrugë ticineze në kantonin Ticino të Luganës, të Morkotës. Në Morkotë më lidh legjenda shqiptarisë, legjenda e artit shqiptar me fond botnore Aleksandr Mojsiu. Aktori i madh i gjitha kohëra. Aktori i madh e ka 90 vjetorin e vdekjes, se ka vdek me 22 mars 1935. Është i vorosur në vendin ku jemi ka shkojmë tash rrugës me drejtorin e fotografisë, Ore Majdarin, përshëndetje mirë se të ka profesoti, edhe me kamermanin Arlind emrin Bislimi, edhe me ty Guzon. Po me një staf të mrekullueshëm. Edhe kështu që po ju them, jam shumë krenar edhe që jeni ju me mu, që po na pret një figure madhe atje, ikonike e kinematografisë shqiptare, Aleksandr Mojsiu. Prandaj, unë jam shumë i emocionuar se ku e marrë këtë rrugë, besoj në ndoshta edhe lot të shoj, edhe gjithmonë e kujtoj atë burr të madh, se sa ka vujt, se kush nuk ka mendu mi adhon talentin, po më në fundit ja ka dhonë vetvetja dhe bota e nje sot artistin më të madh. Këshire, mas 90 vjetë, fjallën e funit, po e thot gjaku i ti, ti dhe unë, na jem gjaku i ti, që po kujdesim për te, sepse tash kur kemi me shku, me pa pllakën e ti, ku është i voros, i shkruan Alessandro Mojsi, i shkruan në gjuhë internacionale, në gjuhë italiane, nuk i shkruan Aleksandr Shqip Mojsiu. Pse prof s'ka bo shteti kur për do? Pse prof, sepse shteti nuk i ka interesu arti botnor, po i kanë interesu arti amator, aty për aty. A kemi art amator, po? Po, krejt plot. 80% kemi tash e ka mujt keqi originaliteti. Prof, në fakt, Aleksandr Mojsiu, pse kanë luftu gjitha shtetet në fakt me marrë për veti? E tregon si histori? Që sa mirë e ke thonë. Shumë mirë e ke thonë, sepse njerin e mirë, gjithkush mundohet me e marrë për vete. Se ky me talentin e ti, Max Reinhardt kur e ka zbulu Gjermani, regjisori gjerman, Max Reinhardt i Berlinit. A di si ka zbulu Aleksandr Mojsiu? E ka zbulu Aleksandr Mojsiu, e kanë përjashtu, i kanë thonë gjithë çka mundesh më bë aktor jo. Edhe ka thonë, baju, audiencat e madha e tërshme. Në vjen Ocon të Austrisë, thot a ka bre mundësi një pyetje, a ban unë
me u punësu si pastrus teatri, vetëm tani erën e teatrit. Ta fshi teatri, ani që s'kok në aktor. Edhe e morën si pastrus në byrë teatr Vjenës, Aleksandr Mojsiu. Si pastrus? Si pastrus, tash, Max Renardi me trupën e vetë të Berlinit ka pas me dhonë shfaqjen e Vedjas të Tolstojt, Leon Tolstojt. Edhe kur hinë sallë, vetë regjisori me këshyrë akustike në sallës, e një zonë kumbus me një fshisë në dorë, gjermanisht. Du thonë kështu, edhe janis, Sein, oder nicht sein, das ist die Ware. Sein, oder nicht sein, das ist die Ware. Mojsiu zoni me zoni. Tax Max, tash Max Reinhardt në ali tot. Weiter, vazhdo. Ai, nalët. Kur nalën dytë, Max Reinhardi i thot, çka po bën ti këtu? Thot, unë jam pastrus teatris. Thot, tek Mojsiu, si ke emrin? Aleksandr Mojsiu. Tek Aleksandri, unë e gjeta aktorin që me duaj për Shakespeare-in, aktorin me famë botnore që ti keme u bo me famë botnore. Këtu e merë Max Reinhardi trupën e vetë, edhe ecë me trupën e Max Reinhardi, Aleksandr Mojsiu i kalon gjitha metropolët botnore me qindra mija role. Vetëm kofomën e gjallë të Tolstojt në ditë sa belpsime, 1100 herë e ka onë shfaqe për taj. Sa bukur, prof, nga pastrus në një aktor i madh që sot e në atë vite më flitet për to. Kludna, edhe ky ka kry akademit në Prag, ka kry akademi në Vjenë, por vetëm që ka qenë shqiptar, thot, e pyet njoni, thot, ti, mësi, si duken fëmijët shqiptar? A dallojnë pe këtyve evropianëve? Si duken ju? Thot, po, dallojmë. A di pse? Dallojmë pe juve na se na fëmijët shqiptar ecin kom zbardhu. Na s'kemi këpuc, e ju keni këpuc. Këtu dallojmë. Për asgjë tjetër. Prof, në fakt, vendin ku jem, duke ecë realisht, po du me ta bo një pyetje. Mbi 25 vite karrierë, mbi 25 vite eksperiencë jetës, që të kam su jeta, në fakt? Qërë, guxo, që më kam su jeta? Jeta më kam su shumë gjëra, por një duhet me qenë shumë korrekt. Shumë korrekt, edhe me qenë besnik, edhe me qenë një respektu. Këtu, kjo jetë mu më kam mësu me të i kalu sfidat. Sfidat më dha kemi në artistit. Edhe jeta mu më kam mësu edhe më ka zgju nga gjumi për me i thonë vetës ndoshta pak bravo, sepse nuk kom anu tjetër ka, por kom anu gjithmonë ka arti i mirëfilt. Këtu më kam mësu jeta. Me ba artë të mirëfilt. Artë mirëfilt. Po. Je mirënjohës, prof? Jam shumë mirënjohës, po. Je mirënjohës? Jam mirënjohës. Jam edhe krenar, Edhe krenar. sepse shumë gjenerata kanë kalu në për qëtë durët mija ashtu në Evropë. S'po tham edhe atje në Kosovë, nga vende që atë që ju këmë thonë gjenerata unë këtu, djemve edhe vajzav që i kanë kalu nga qëto duhur, aktore janë sëtë, regjisore, moderatore. Ju këmë thonë djem edhe vajza gjatë ligjerimit. Ju e keni shumë lehtë këtu, në Evropë, si shqiptar, sepse e keni mashën. Nuk keni nevoj që kam i djekë duhurt. Masha jam unë, ju këmë thonë. A une s'kom pas as kënd, kum hi me dur djeg në gjithë ka për me bon që të punë të sinqert që ma bon e ty që kam mësu jeta. Jeta më kam mësu me të i kalu sfidat
vetë, edhe me bo art mirëfill vetë. Art mirëfill vet. Po. Sa e bukur në fakt prof edhe kur ke qenë ndoshta me plak gjatë jetës nuk e ndal, nuk Kur? e ndal kur, edhe nuk e lan dorën e askujt, dorën tënde në krahun e askujt, sepse një ditë ne kemi fatkeqësisht këto, një ditë ata që do të ndihmojnë, po të cilët nuk janë të vërtet, do ta përmendin. Po du me ja thoni, shikus mos emocionoj. Një thënje shumë emocionu, sepse më prek e keq. Vitin 2000, jëmë konë Zvicër të gjeru filmin Brezi me Skënder Tafën, artistin e mandjes past. Ikon e kinematografisë. Kameraman ka qenë Leonard Pagarusha, Leri, djalin e Xhmi Pagarushës. Aktore e madhe, pedagoge e madhe, Liri Lushi që e ka lyqë qëtë Galicën. Ishëm të gjiru, jemi qunë mëngjes në orën 8:30, ishmi në Lugan, në Lozan. Edhe më vjen mu një telefon atëherë me shumë vështirësi, më thot Mesa Mirsadja daj eja të shpia, të kajtë sa po mund telefon. Unë menova që më pas ka dek nona. Për thamë ata ishin fjetë alo, thash bura sot gjenim s'ka, se më pas ka vdek nona. Ata qysh? Për thamë cadi të shumë Mirsad. Qa bo me daj? Tregoj dajes. O daj edhe më tha, jo nona s'ka dek, po 2 fëmit e dajes hajdin janë kallë. Djali 4 vjet, edhe vajza 3 vjeçare janë kallë në plakë. Janë kallë në Budako. 2 fëmit e vllaut hajdin që e përshëndes gazema profesori muzikës është. Qa kom bëune me u prish filmin, qysh me u prish, kom hinë sken, me qëtë flakë që për ja u tham juve, e kom kry rolin, kom dal për rolit, ja kom nis masanej me qallë, edhe kom shku në shpi. Në Kosovë, ju kom qu lule, kevari, gjagji, 2 fëmijëve. Por, që to i ban, më kam su jeta me bo art mirë fillt. Prof, e përmene nonën. Nona. Po. Çfarë është? Nona, qërë, qka ki nonën, kreno. Nona më ka shku që para 3 vjetë në botë. Edhe për fat mirë më ka vdekë në duart mija në Kosovë jam punë qëllu. Unë jam djali që asoj none, gjenet e që asoj none, që ajo ka qenë artiste autodidakte e vetë mësune. Edhe unë jam djali i që aty në gjenë, i që asoj none Zenep, që ndjes post. Edhe non është fjalë shumë e madhe, që s'mundet me u pëshu as me u pagu me asgjë. Kur ty në borë, shpis, mas pari ka me të shku mendja të nona. Jo të baba, por të nona. Pse? Nonës së në i dalim hakut. Për 3 gjëra. Nona në ka dhonë gji, 1. Nona në ka mojët 9 nuj bark 2, edhe nona neve ne i ka bon krejt os qunë gjusë notës nga gjumi kur kemi qa. 3. Pra ndaj, nuk thomi of ku ba, po of ku nonë kur në dojmë diko. Pa keq kuptim të babalartë, por baba ka për detyrë me shërby bashortës. Ti, unë, aj tjetri. Që kjo është ajo. Në fakt nuk kam fjallë asum për pse është shumë e madhe kjo pjesa e nonë, përshën shumë nona. Kështu që ata që i kanë, le t'i duan, le t'i respektojnë, prindrit në përgjithësie, edhe babajnë edhe nanën, t'i jepim sa ma shumë dashuri, t'i jemi mirë një sa ma shumë. Kështu që kur t'i kemi këto, besoj që këto hapa tonë do t'jenë vlerë deri tek caku. Kur jem të pjesa cakut, jemi pikërisht tek, duke shku në fakt tek Aleksandër Mojsiu.
tash po du me thonë veç diçka para se ti më pyet mu. Po. Që që kjo është varri i bashortës tina, të Aleksandrit. Që tu është e vorosën Gjoana Mojsi. Kjo artiste gjermane me respekt shqiptar e ka prun Alessandro, qërë që shkruam tu? Alessandro, në jo Aleksandro. Italisht, gjuhën italiane për shkruam. E atje ka më shkru Aleksandr, Shqip. Gjuhën ma të bukur. Mojsi, i lindër 1879 në Kavaj, 1935 ka vdek në Vjenë. Ku është të jëllim? Ha? Urxu nga qielli dhe ra në fund të detit. Unë dikur kish në një perantëri të madhe. Të madhe! 75 milion njerëz ju friksojshin vetëm shpatës hime që ja bashkë njerë kështu. Liria. Liria! Ai që mbaset me liri, gjithmonë ndështon. Po shu një këmbë? Ai e djallë, ai e dreq, ka pika gjaku. Audiencë e Homerit. Unë jam Aleksandr Mojsiu. Që u zgju Mojsiu edhe të fatë qështë. E zgjove ti, Aleksandr Mojsiun. Guzon. Po, bro. Nalu djallë i ri, mos u natë. Prof, atje e komuna, në fakt, kjo rruga ku në kërkon tek sheshi. Tek sheshi ku fatkeqësisht nuk është ato që ti e kërkon. Ja, po. Na, që tash do të narmi që aty, pak du me të shpjegu, qëtu. Kryetari komunës prej që atjet, o konë të ra shi, me qadrë të vetën, më ka pru mu dëri qëtu. Edhe dashni me bibi ishë për skenjt. Kur u nalë shiu, dashnimi për thot kryetari tha, kryetar, tha u gëzu, tha dhe Mojsiu, se këta janë lëtë të Mojsiut, ky shi. A i boni tha, thuj Mojsiut, mos të kanë shumë ta se në banë qullë. Pak, këtu është sheshi. Kjo është sheshi. Këtu kanë me arë njerëzit. Ecin, këtu i kanon, këtu është shtatorja e Mojsiu të ajë trungu atje. A i largohet, hin... Tash që sheshi, këtu vinë njerëzit, nalen, edhe ka pamjen fantastike. Tu ecë, edhe lexojnë. Shkojmë të poshtë. Çka lexojmë, prof? E lexojnë emrin Aleksandr Mojsiu. E kjo? Artisti shqiptar me flamur dorë është, busti i punun që 2 vjet në Ferizaj prej Agonçosës. Realisht në ka shihet në fakt edhe shihet video, që ka punu bustin, shiqone. Edhe tash, që tu sheshi. Që kjo është sheshi? Po, na kemi vendos që tu me aqit bustin. Se e kemi analizu mas mirë të që tu, sepse e ka këtë pamjen këtej. Edhe nalt e ka pamjen, edhe nalt atje, poshtë që këne e ka ftyrën, Mojsiu, nga rruga. Që tu ka në bust edhe shihet në fotografi, që e ka flamurin. Po, Agonçosja ende nuk ka punu me ngjyrë, se me ngjyrë këtë ka me qenë. Flamuri ku që zi. I vetëmi skulptor që i punon bustet, si në shmi pagarukshën me ngjyra.
është Agon Qosja i Ferizajit, profesoro. Tash, qa ka punë këtu? Punë ka këtu vetëm që të cungë me hek. Që të firma që ka në Luganë, që ka në dërtimtari, me hek që të cungë, këtu mu mush beton. Unë, na kemi... Të provë, 5 shqiptarë më boj largojnë. Hallat gotë. Qaj lis, aja shkur ka mu shdu ka nej, po këqyrin pastaj. Tash, falni, hajde shkojmë qëtu pak. Këtu, kemi mendu me vesh kombëtare, me ardhë, krejt, shoqërit, disa kulturë artistike, me barka, e me zbarku qëtu. Këtu është një anë flamuj shqiptar, këtu anë atjetër në flamuj zvistrian. Edhe flamuri i kantonit Ticino, që u dhe heq, edhe këtu tash vinë këta, shkojnë të sheshi, shumica, varët tash pej personalitete u kush është, vjen aktori unë, me një monolog, me një bart ekstra, me veshjet e Napoleonit, si Aleksandr Mojsiu, edhe dal edhe interpretoj që tu hec, dy jonët, thamë që sa vite jem konë në gjumë, sot gjumë e zgjutë, populli im, që po thuni fjallën e fundit për mu. Unë jam Aleksandr Mojsiu i juj shqiptar. Kjo është që... E përmbyllë e bukur, shqiptar, në fund. Prof, apo ma jep dorën ajo? Po ja, edhe ti mu. Edhe ju falenderoj nga zemra, të partë jeni famë, edhe ti në emision tonin, që jeni ka gjironi sheshin e artistit madh me famë botnore Aleksandr Mojsiu. Ju jeni të partë. As kush nuk e ka në fotografi këto. Fal teje, fal juve, fal Kjo është premiere për ju. Faleminderit prof shumë. Uroj që ne do shihemi shumë shpejt tek kjo pjesë, hapja. Uroj që ju të vini, Mos shkoj shumë larg. që të vini në eveniment, edhe të bëhet një revolucion këtë të kulturës shqiptare, një javë ditë të vlojnë kulturat, vallet, këngët, flamujt shqiptar, personalitetet e ndryshme, kuzhina shqiptare, çka i kemi krejt që tu me bon revolucion një festival. Pra, shikus dashur, unë falenderoj gjithë shqiptarët kudo që gjindën, i falenderoj sponsorat. Rentaka Rito, Therpicom, Eurofly, falenderit, me profen, pak marketing, e ne do shihemi diku tjetër. Pa tjetër do të regojmë edhe pjesën tone, si artist. Kështu që shihemi edhe diku tjetër. Hajde shihemi. Kjo është veç mesi i rrugës, fillimin e kam pa, mesin edhe fundin. Faleminderit, respekt. Guzon, mirë si ke arë. Prof, si je, mirë. Faleminderit, mirë, që në teatr që tu, në teatrin Latern. Latern do më thonë kandil, drit. Drit, si kjo këtu, mbro. Si kjo drit. Ich bin Reto. Reto, allo, hoj, ke skut? Ja, danke. Bitteschön. Guzon, urno, Ulo. Reto, wir sind hier gekommen in Theater Laterne, das uns ist sehr freut. Unë bitam Reto erëm në teatrin Latern, edhe na gëzojmë që jemi këtu. Ka qashtu gëzojmë që jemi këtu? Bravo. Reto, ti sind... Okej. Reto,
die sind Leute von Kosovo, die professionelle Journalist, die Produktion Pharma heißt, Filmproduktion und Journalismus. Und die sind hier in der Schweiz gekommen zum Schauen, wo sind die berühmten Balkanleute. Ja. Was machen da? Sind integriert eigentlich oder nicht? Ja. Was meinst du? Wir sind integriert. Viele sind integriert. Ja, Gibt natürlich auch immer Ausnahmen. und ich bin auch integriert, oder? Ja. Ja, danke schön. Und i thash Retos, kemi ardhur për me I pa njerëz të suksesshëm dhe a janë të integruar, sa janë të integruar në Zvicër. A jemi as jemi, tha. Tha, po, tha, janë disa, Disa. por disa, tha, jo krejt, por I thash, a jam më integruar, tha, shumë mirë ta je integruar. Për mi ja exakt, tu, I bin shumë integruar, oder? Ja. Pro, Okay. mas jem, për te, si është me punu sidomos me ty ose me shqiptar për përgjithësi? Fragte als Journalist, wie ist Zusammenarbeit mit Albanern oder mit Leuten vom Balkan? Die ist eigentlich sehr, sehr gut. Mhm. Und wie fühlst du dich mit diesen Leuten? Ja, ich fühle mich angenehm, damit zu arbeiten. Jam thot shumë I kënaqur me punu me ta, edhe janë shumë të disiplinuar. E bukur shqiptar përgjithësi kanë dërim, disiplinë, kështu që kjo është e mira. Die Seite die Albaner haben immer Geduld und die haben Disziplin Ja. hier in der Schweiz. Und darum als traditionell, seid, wir sind wirklich Leute, die sind sehr akzeptabel. Ja. Unë I thash që na jemi me të vërtetë të integruar, por edhe e dojmë punën, edhe jemi shumë konkret. Prof, Edhe kem durim. ndalem të ti, në fakt, se sa vite je këtu në këtë teatr? Këtu në këtë teatr unë jam që 8 vite, këtu. Unë jam në Forum Centrum Teatret në Qyri, bazën, por në këtë teatr, ky është teatr Laterne special që e ka formuar Reto Shedleri, edhe Dafina Ganz. Ja, kjo është, nëse, E da fina. kjo është Dafina, kjo është Reto dhe unë jam këtu, na tre. Ke kemi e vëdheshmi këtë teatr, por ky teatr, ky është teatr I dhomës. I dhomës, pse? Kamertal teatr. Ky shkon me 20 vet, me 50, jo më shumë. Ky punon me module, ky teatr. Unë punoj me module këtu. Unë pjesën që e kam punu, keni me patash, që është në YouTube atje. Këtë pjesë e kam punu Hesli und Hersli, hidhimi dhe gëzimi quhet, krejt për integrimin sa janë të integruar shqiptarët. Edhe njerëz e huaj këtu në Zvicër. Kjo pjesë thot autor jam unë I kësajna. Kursfassung über unsere Stück, pjesë e shkurt për pjesën tonë, po shkruan të gjermanisht. Autori thot ka prezantuar një shfaqje që ka situatën aktuale dhe me shumë humor, me satir, me një porcion satir, edhe thot këtë ngjarje zhvillohet këtu me një biro. Jo, vira. Që tu ich habe erzählt über unsere Kursfassung über unsere Stück. Është mirë prov me punu, po më ne e gjem veten këtu, është bukur me punu me njerëz me... Unë jam, për Zotin, jam überfördret shumë, sepse I stërngarkum të me thonë überfördret. Und ich habe Herausforderungen, viel, sfidat, që quhet në gjuhën shqipe, I kum përballu, sepse duhet me u integru. Kjo shtëpi, vjallë ti se uz, kjo për mi 200 vjet I ka. Prov, sa shfaqje po më nej mrena muj? Varet ashtu prej produksionit se sa jami, po me 5 shfaqje shkojnë. Me 5 shfaqje në mujt? Mujt, po. Mujt, qa bu? 5 shfaqje. Ke mendu me lana herë këtë pjesë? Ja, këtë mblen mu kjo, unë e lanta. Në gjë, unë jam shumë krenar që e kam Reton këtu, një djalë I ri, I cili shumë I lexueshëm. Ja habe gesagt, ich habe sehr freut, weil Reto ist da, ist ein junger Mann, ich habe gesagt, und du bist sehr intellektuell, mit Literatur, mit Sache und kommst raus sehr mit Dramaturgie auch.
Edhe unë I thash që shumë e njeh edhe dramaturgjie. Është I lexuar. Prof, realisht faleminderit që na hape derë në fakt në këtë teatr, prej te, faleminderit Retus, danke. Ja, danke. Të falemderit ty, famës, edhe ju falemderoj shumë nga zemra, produksioni parë jeni që është në teatr. Pse thuj? Pse publiku e di pse? Qashtu. Për zotin, asë një televizion, deri me sot 30 vjetë, I bona sefte, fama, hyni me kamerë në teatrin Laternët Shtefës. Kjo e bukur. Unë... E këshur një pjesën, këta aktor janë, këta aktor krejt Zvicerian janë që po luajnë, krejt Zvicerian, unë jam me ta, edhe regjia dhe në loj jam. Kjo është shqiptare Shqipnisë, po jeton në Itali, kjo aktoria, që po luajnë në Rusën. Edhe tjerët janë krejt Zvicerian. E bukur në fakt një shqiptar me lu me njerëz jo të vendit të vet. Të lutem. Faleminderit shumë edhe një herë. Prej meje, faleminderit këtë pjesë që kemi bërë bashkë prej jetës tonë deri këtu, kështu që ne dëshimi hera vtira prap, pse jo këtu prap, pse jo edhe diku tjetër ose në vendlindje, prof. Atëherë ku një ditë do kthehesh dhe fillon edhe shfaqjet tua në... Dhe është zoti. Faleminderit prof shumë. Respekt. Edo danke. Edo hat gesagt, als Dankeschön und hoffe anderes Mal auch mit Aufführungen und so Zeug. Ja. Und dann, die haben sehr Freude, die sind bei uns. Ich bedanke mich auch bei dir. Von der Die Arbeit war sehr gut, immer professionell und auch sehr viel Know-how. Ky unë falenderoj mu, puna ime, falenderoj thot nga zemra, ke qenë, jem konë shumë profesionist, edhe thot gjenjezona për punën, qështu më tha gjermanisht. Kur e dejaj ma bukur se na, kështu që falenderit. Danke dir, von Herzen, und liebe Grüße an Dafina. Ja, sage ich. Danke schön. Pra, shikus dashur, prej meje, Gudzën Shalës prej emisionit Andër, në fakt, unë po përmbylli këtë pjesën, këtë emisionin, këtë kapitull, javë vëshimi dhe javën tjetër, mos harroj të falenderoj sponsorat, pa dyshim, nuk kishim mujt me ba këtë pjesë me dalë në Europë pa sponsora, tek njerëzit, tek shqiptarët që kanë arritur sukses. Renta ka arritur, falenderit që je pjesë e jona, gurbeqar tash ka arë vera, ata që vinë prej çdo venit të Evropës me aeroplan, ndalen të pjesa e aeroportit Adem Jashari, si ka pak kilometra, keni renta-car rito, shkoni, keni bilet paktin prej neve, ja dhe 20% prej neve keni, kur shkon një 5 të parë, që gjithë gurbeqarët nuk mundu. Po ashtu falenderoj Therp.com, ata që dëshirojnë prej Kosovë me dalë jashtë Kosovës, me vizitu vende, Shqipëri, Sloveni, Kroaci, Zvicër, tash vera. Therp.com, falenderit që je pjesë e jona, falenderit Eurofly.com, falenderit pa dyshim ata që e realizojnë këtë pjesë famës, Fama TV, falenderit Lemit që është pjesë e imja, falenderit Arlindit që gjithë këtë emision në fakt e kemi bë bashkë këtë rrugtim. Falenderit juve, sepse pa juve ne nuk ishim mujt në fakt me qenë këtu përballë këtyre dhe përballë juve që na shikoni. Ju uroj Zoti çdo hap tjetës deri javën tjetër me diçka tjetër në Zvicër, në Itali, ku do qoftë, nuk e di, po diçka të bukur do bim prapë.